Po mundohem ta shpjegoj me pak fjalë dashur. Kjo është lulja shtogut, që duket sikuror dhe është e mbushur plot me lule të vogla ngjyrë qumshti. Po të tregoj dhe formën e gjethes, kjo është gjethja e lules së shtogut dhe nëse jeton në UK e gjen gjithandej në përpye, parqe, bilec disa njerëz e kanë edhe në oborin e tyre. Në anglisht quhet elderflower. Pas mbledhjes, një gjë që duhet të tregoni shumë kujdes është tharja e lules së shtogut. Duhet tharë me patjetër në shtresa të holla dhe të jetë në një vend të ajrosur që të mbajë ngjyrën e saj, por njëkohësisht edhe vlerat që ka. Nëse vendoset për t'u tharë në shtresa të trasha, ajo nxihet dhe krijon një myk që është shumë i dëmshëm për shëndetin tuaj. E po ta vini re, pas bërjes së çajit, lulja e shtogut ka ngjyrën e saj origjinale. Uroj dhe shpresoj që kjo video të ketë ndihmuar sadopak, të përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.